ke menduar ndonjëherë se filmat e fëmijës sonë mund të përçojnë mesazhe jo aq të shëndetshme? Sot do të flasim për 10 mësime të gabuara që fëmijët nuk duhet të marrin nga filmi klasik Bërbardha dhe 7 gjugjet. Pika e parë, mos beso tek të panjohurit. Bërbardha pranon një mollë nga një huaj, një vendim që mund t'i kushtonte jetën. Fëmijët duhet të mësojnë të jenë të kujdesshëm dhe të mos i besojnë verbrisht të huajve. Pika e dytë, vlera jote nuk matet me punë shtëpiake. Ajo pastroj, gatuajti dhe u kujdes për gjugjet për të qëndruar me ta. Vlera e një vajze nuk duhet të matet me shërbimin ndaj të tjerëve. Pika numër 3. Bukuria jashtme nuk është gjithçka. Filmi thekson se Bërbardha është më e bukura në botë. Fëmijët duhet të mësojnë se karakteri dhe mirësia janë më të rëndësishme se pamja. Pika numër 4. Nuk ke nevojë për një princ që të shpëtosh. Bërbardha pret shpëtimin nga një princ, por në jetën reale është e rëndësishme që fëmijët të mësojnë të jenë të pavarur dhe të marrin vetë vendimet e tyre. Pika 5. Puthja pa leje nuk është romantike. Princi puth Bërbardhën pa lejen e saj. Fëmijët duhet të mësojnë rëndësinë e respektit për trupin dhe kufit personal. Pika numër 6. Forca nuk do të thotë vetëm në pikpamjen fizike. Bërbardha rrallë tregon forcë apo guxim. Le të mësojmë fëmijët të jenë të fortë në mendje, në shpirt dhe në vendime. Pika numër 7. Gratë nuk janë rivale mes vete. Mbretëresha është xheloze për bukurinë e Bërbardhës. Ky mesazh promovon rivalitetin mes vajzave, kur në fakt duhet të nxisim mbështetje e bashkëpunim mes tyre. Pika numër 8. Roli gjinor nuk është i detyrueshëm. Gjugjet punojnë jashtë, Bërbardha punon brenda. Është koha të shkatrojmë stereotipet gjinore dhe të mësojmë barazinë që në fëmijëri. Pika numër 9. Naiviteti nuk është virtyt. Bërbardha nuk mëson nga gabimet e saj. Fëmijët duhet të kuptojnë se të qenit i kujdesshëm nuk është gabim, është mençuri. Pika numër 10. Jo gjithmonë fundi është i lumtur, nëse nuk ndërhyn vet. Në jetë nuk mjafton të presësh për një fund të lumtur. Duhet të jesh aktiv në jetën tënde dhe të marrësh përgjegjësi për fatin tënd. Kështu duhet të mësojnë fëmijët. Filmi Bërbardha është një pjesë e bukur e fëmijërisë për shumë nga ne, por është e rëndësishme që fëmijët të mësojmë të shohin përtej prallës dhe të marrin mesazhe të shëndetshme për jetën. Andaj, nëse të pëlqeu ky video, mos harro ta bësh një like, të abonohesh ose këtë video ta ndosh me prindër të tjerë që duan më të birën për fëmijët e tyre.